E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për tu eksponuar tek Ferma VIP. Ferma VIP ka nisur të bëhet shumë e nxehtë, banorët kanë filluar që të shprehin ndjesitë e tyre, kanë filluar që të shprehin dashuritë e tyre, të gjithë gocat pas limit, por si duket, kjo e ëmbla e strugës ja mori zemrën limit. Do të ndalojmë tek Alba edhe tek Limi. Në Instagramin e Fermës VIP dhe në faqen zyrtare të YouTube-it është postuar një video ku Limi dhe Alba janë ndërjorgan. Do me thënë, tani se çfarë bëjnë ato, është e dukshme nga që ka shumë lëvizje te pjesa e organit, por gjithsesi është një video që ka marrur popularitet shumë të madh, në fakt se më qeshet me këtë gjë. Alba ka provokuar Limin pafund. Alba ka qenë pranë Limit pafund. Alba e pëlqente Limin pafund. Më kujtohet Zhaku, opinionistja, kur i pati thënë Albës që Alba e gjete burrin, sepse në prezantimin e klipit kur Alba bëri për Fermën VIP, tha që kam hyrë këtu për të gjetur një burr, dua të martohem, të jetë musliman. Dhe kur Zhaku, do të thënë Zhaku e paska nuhatur këtë gjë, kur Zhaku ja tha Albës nga këndi opinionistes që Alba e gjete burrin, është Limi, Limi tha unë jam bektashian, Albës i pëlqente, por provokimet mes Limit edhe Albës kanë qenë shumë gjatë gjithë këtyre ditëve. Alba i kërcente kërcim provokues, duke e prekur trupin e Limit, duke e zhveshur Limin në pjesën e sipërme, por natën e mbrëmshme kamerat e Fermës janë pozicionuar tek krevati ku Alba dhe Limi siç duket po kryenin marrëdhënie intime. Kjo gjë me patjetër që do të preket në spektakël, jam shumë i bindur që do të jetë vëmendja kryesore dhe këtu mund të themi që u krijua çifti i parë dhe nisi dashuria e çiftit të parë në Fermën. Unë e shikoja që Limi e kishte qef Albën, domethënë e preferonte, e kishte në zemër, e kishte xhan, sepse gjatë kohës kur banorët e tjerë bullizonin, gjatë kohës kur banorët e tjerë godisnin, gjatë kohës kur banorët e tjerë po mundoheshin të luajnë me Albën, Alba ishte ajo e cila po qante në vete, po qante me dënes, po bërtiste, po ngriste zërin. Unë e kam thënë edhe ditë më parë që Alba do t'jetë një faktor i këtij reality show dhe po e shikoni këtë gjë, domethënë që do t'jetë një faktor. Alba vazhdonte të jetë e guximshme, por Limi shkonte nga mbrapa, Limi i qëndronte afër, Limi e bënte që të qetësohet, Limi ndante me të, edhe pse Ester dhe Nur kanë patur dëshirën shumë të jenë me Limin, por Ester siç duket mori mesazhin nga nëna e saj në surprizën e spektaklit të fundit ku i tha që ke hyrë tha këtu për të më bërë krenare dhe dua tha të më bësh krenare, por siç duket Alba dhe Limi nisi një marrëdhënie të tyre. Një strugankë me një shkodran. Do të ishte shumë marrëdhënie e bukur, do shoh se si do shkojnë gjërat, do shoh se si do të komentohet në fakt nga opinionistët e këtij formati, por njëkohësisht edhe nga vetë banorët kur do të shohin videon. Jam shumë i bindur që ka banorë aty që kanë dëgjuar mbrëm zëra apo kanë dëgjuar klifma të dyve poshtë organit, se çfarë ka ndodhur, këtë gjë do ta zbulojmë në spektakël, po që ka nisur një ndjenjë dhe një dashuri, kjo ka nisur. A do të jetë Limi edhe Alba një gjest, edhe një Egli, një Luis edhe një Kiara, a do të kemi një martesë brenda këtij formatit? A do të merr jehonën ky formati ashtu siç kanë marrur jehonën të gjithë formatet nga dashurinë? Këtë presim të ndjekim në ditët në vazhdim.